Si të ndryshojmë jetën duke ndryshuar mentalitetin. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë, ndiqeni deri në fund që të mësoni gjëra interesante që do t'ju vlejnë në jetë. Nëse shikojmë rreth nesh, duket mjaft e qartë se bota sot është e mbushur me pakënaqësi dhe frustrim. Njerëzit ndihen gjithnjë më të zhgënjur, ndoshta sepse pritshmëritë tona janë rritur te imase, por aftësitë dhe burimet tona për të arritur ato që dëshirojnë nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Kjo hapësirë mes ëndrave dhe realitetit krijon një ndjenjë boshllëku që na bën të ndihemi të ngecur. Por çfarë mund të bëjmë për të ndryshuar? Përgjigjja është e thjeshtë, por jo e lehtë. Për të ndryshuar jetën, duhet të ndryshojmë së pari mentalitetin tonë. Mentaliteti ynë, mënyra se si e shohim veten, botën dhe mundësitë që kemi, përcakton pothuajse çdo aspekt të jetës sonë. Është si një palë syze që përcaktojnë se çfarë shohim dhe si reagojmë ndaj sfidave, dështimeve dhe mundësive. Carol Dweck, një psikologe e njohur amerikane, ka studiuar gjerësisht konceptin e mentalitetit dhe ka identifikuar dy lloje kryesore: mentalitetin e rritjes dhe mentalitetin statik. Këto dy qasje ndaj jetës ndikojnë thellësisht në mënyrën se si ne ndërtojmë të ardhmen tonë, si përballojmë pengesat dhe si ndihemi për veten. Çfarë është mentaliteti? Mentaliteti, sipas Dweck, është një grup besimesh, vlerash dhe autoperceptimesh që formohen gjatë jetës. Është si një hartë e brendshme që drejton sjelljet tona, vendimet tona dhe reagimet tona ndaj botës. Për shembull, kur përballesh me një sfidë të re, mentaliteti yt përcakton nëse do ta shohësh atë si një mundësi për të mësuar apo si një kërcënim për sigurinë tënde. Mentaliteti ndikon në aftësinë tonë për të ndërtuar burime të reja, për të kapërcyer pengesat dhe për të krijuar një jetë që na bën të ndihemi të përmbushur. Por çfarë i dallon dy llojet e mentalitetit? Le t'i shohim ato hap pas hapi, duke eksploruar dallimet kryesore dhe si ndikojnë ato në jetën tonë të përditshme. Mentaliteti i rritjes ose mentaliteti statik. 1. Besimi për inteligjencën dhe aftësitë. Një nga dallimet më të mëdha mes këtyre dy mentaliteteve është besimi për inteligjencën dhe aftësitë tona. Ata me një mentalitet të rritjes besojnë se inteligjenca dhe talentet mund të zhvillohen përmes punës, përpjekjes dhe të mësuarit. Për ta, asgjë nuk është e fiksuar, çdo sfidë është një mundësi për të përmirësuar veten. Nga ana tjetër, ata me një mentalitet statik besojnë se inteligjenca dhe aftësitë janë të lindura, ose i ke, ose nuk i ke. Për ta, suksesi varet nga fati ose nga talentet natyrore dhe pak mund të bëhet për të ndryshuar fatin tënd. Shkenca mbështet qartësisht mentalitetin e rritjes. Studimet në fushën e neuroplasticitetit tregojnë se truri ynë është i aftë të ndryshojë dhe të zhvillohet gjatë gjithë jetës, pavarësisht moshës. Çdo përvojë e re, çdo aftësi e mësuar, forcon lidhjet nervore dhe na bën më të aftë. Por, fatkeqësisht, mentaliteti statik është ende shumë i përhapur, duke i bërë njerëzit të ndihen të kufizuar nga fati i tyre. 2. Qasja ndaj sfidave. Një tjetër ndryshim i madh është mënyra se si këto dy mentalitete i qasen sfidave. Njerëzit me mentalitet të rritjes i përqafojnë sfidat. Ata i shohin ato si një mundësi për të testuar veten dhe për të mësuar diçka të re. Për ta, sfida është një shkallë drejt përmirësimit. Në të kundërt, ata me mentalitet statik i shmangin sfidat. Për ta, një sfidë është një rrezik që mund të ekspozojë dobësitë e tyre ose të prish sigurinë e status quo-s. Kjo frikë nga dështimi i bën të qëndrojnë brenda zonës së tyre të rehatisë, duke kufizuar mundësitë për rritje. 3. Këmbëngulja përballë dështimit. Dështimi është një pjesë e pashmangshme e jetës, por mënyra se si e trajtojmë atë varet nga mentaliteti ynë. Ata me mentalitet të rritjes këmbëngulin edhe kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Për ta, dështimi nuk është fundi, por një mësues. Çdo pengesë u jep një mësim të ri për t'u përmirësuar. Nga ana tjetër, ata me mentalitet statik dorëzohen shpejt. Një dështim për ta është një konfirmim i kufizimeve të tyre, një arsye për t'u tërhequr dhe për të shmangur përpjekjet e mëtejshme. Kjo i fut në një cikël vetë sabotimi, ku frika nga dështimi i pengon të provojnë përsëri. 4. Marrëdhënia me përpjekjen. Përpjekja dhe puna e palodhur janë një tjetër fushë ku dallimet janë të qarta. Për ata me mentalitet të rritjes, puna e palodhur është një rrugë drejt suksesit dhe zotërimit të një aftësie. Ata e respektojnë dhe madje e shijojnë procesin e të mësuarit përmes mundit. Në të kundërt, ata me mentalitet statik shpesh e shohin përpjekjen si një shenjë dobësie. Për ta, nëse diçka kërkon shumë punë, kjo do të thotë që nuk je i talentuar për atë. Kjo i çon të mbështeten te fati ose ndihma e të tjerëve, në vend që të investojnë në përpjekjet e tyre. 5. Përballja me kritikat. Kritikat mund të jenë të vështira për çdo, por mënyra se si i trajtojmë ato tregon shumë për mentalitetin tonë. Njerëzit me mentalitet të rritjes i pranojnë kritikat dhe i përdorin ato për të përmirësuar veten. Ata i shohin si një mjet për të kuptuar dobësitë dhe për të rritur aftësitë e tyre. Në anën tjetër, ata me mentalitet statik reagojnë keq ndaj kritikave. Ata ndihen të sulmuar dhe mbrohen duke refuzuar të pranojnë dobësitë e tyre.
Interesante, këta njerëz shpesh janë shumë kritik ndaj të tjerëve, duke krijuar një kontrast të çuditshëm mes gjykimit të tyre dhe mbrojtjes së vetvetes. 6. Qasja ndaj suksesit të tjerëve. Së fundmi, mënyra se si reagojmë ndaj suksesit të tjerëve është një pasqyrë e mentalitetit tonë. Ata me mentalitet të rritjes frymëzohen nga suksesi i të tjerëve. Ata studiojnë arritjet e tyre, mësojnë nga strategjitë e tyre dhe i shohin si një burim motivimi. Në të kundërt, ata me mentalitet statik kanë zili suksesin e të tjerëve. Për ta, suksesi i dikujt tjetër është një kujtesë e mungesave të tyre dhe ata shpesh e shpjegojnë atë me fat ose ndihmë të jashtme, duke refuzuar të njohin punën e palodhur pas tij. Pse është kaq i rëndësishëm mentaliteti i rritjes? Të kesh një mentalitet të rritjes nuk është thjesht një mënyrë për të arritur më shumë, është një mënyrë për të jetuar më mirë. Ky mentalitet sjell një dozë optimizmi dhe pozitiviteti që lidhet me fushën e psikologjisë pozitive të zhvilluar nga Martin Seligman. Kur beson se mund të rritesh dhe të përmirësohesh, çdo sfidë bëhet një mundësi, çdo dështim një mësim dhe çdo sukses një burim frymëzimi. Kjo të bën të ndihesh më i gjallë, më i motivuar dhe më i lidhur me qëllimet e tua. Nga ana tjetër, mentaliteti statik të mban të bllokuar. Ai të bën të ndihesh viktimë e fatit, duke të zhytur në një cikël pesimizmi dhe pasiviteti. Njerëzit me këtë mentalitet shpesh ndihen të pafuqishëm për të ndryshuar jetën e tyre, sepse besojnë se gjithçka varet nga rrethanat e jashtme. Si të zhvillojmë një mentalitet të rritjes? Lajmi i mirë është se mentaliteti mund të ndryshohet. Fal neuroplasticitetit, ne e dimë se truri ynë është i aftë të krijojë lidhje të reja dhe të ndryshojë modelet e mendimit. Por si mund ta bëjmë këtë në praktikë? Këtu janë disa hapa konkrete. Sfido besimet e tua për vetveten. Filloni duke pyetur veten, çfarë besoj për aftësitë e mia? A mendoj se jam i kufizuar apo se mund të përmirësohem? Kur kapni veten duke menduar, nuk jam i mirë për këtë, zëvendësojeni me nuk jam ende i mirë për këtë, por mund të mësoj. Përqafo sfidat e vogla. Vendosni qëllime të vogla, por sfiduese dhe punoni për t'i arritur ato. Çdo hap i vogël do t'ju ndihmojë të ndërtoni besimin se mund të rriteni. Për shembull, nëse doni të mësoni një aftësi të re, filloni me diçka të thjeshtë dhe shtoni gradualisht kompleksitetin. Rishkruani narrativën e dështimeve. Një nga mjetet më të fuqishme për të ndryshuar mentalitetin është shkrimi. Merrni një ditar dhe shkruani për dështimet ose sfidat e kaluara. Për çdo situatë, pyesni veten, çfarë mësova nga kjo? Si më ndihmoi të rritem? Duke riformuluar dështimet si mundësi mësimi, do të filloni të shihni ato ndryshe. Kërko komentet dhe mëso nga kritikat. Në vend që të mbroheni nga kritikat, përpiquni të dëgjoni me mendje të hapur. Pyesni veten, çfarë mund të mësoj nga kjo? Si mund të përmirësohem? Kjo do t'ju ndihmojë të shihni kritikat si një mjet për rritje, jo si një sulm personal. Frymëzohu nga të tjerët. Në vend që të keni zili suksesin e të tjerëve, studioni historitë e tyre. Lexoni për njerëz që kanë kapërcyer pengesa të mëdha përmes punës dhe këmbënguljes. Kjo do t'ju ndihmojë të shihni se suksesi është i arritshëm për çdo që është i gatshëm të punojë. Kultivo kurreshtjen. Mentaliteti i rritjes ushqehet nga kurreshtja dhe dëshira për të mësuar. Eksploroni tema të reja, ndiqni kurse online, lexoni libra ose dëgjoni podcaste që zgjerojnë horizontin tuaj. Sa më shumë të mësoni, aq më shumë do të besoni në aftësinë tuaj për të rritur veten. Pse shkrimi është kaq i rëndësishëm? Ndër të gjitha këshillat, shkrimi meriton një vëmendje të veçantë. Shkrimi është një mjet i fuqishëm për të riformuluar mendimet dhe për të ndërtuar një mentalitet të ri. Kur shkruani për përvojat tuaja, ju detyroni veten të reflektoni dhe të shihni gjërat nga një këndvështrim i ri. Për shembull, duke shkruar për një dështim, mund të zbuloni se ai ju mësoi diçka të vlefshme që nuk e kishit kuptuar më parë. Shkrimi ju ndihmon të organizoni mendimet, të identifikoni modelet dhe të ndërtoni një narrativ pozitive për jetën tuaj. Provoni këtë ushtrim të thjeshtë. Çdo mbrëmje, shkruani për një moment të ditës ku ndeshet me një sfidë, qoftë edhe të vogël. Përshkruani çfarë ndodhi, si reaguar dhe çfarë mund të keni mësuar. Me kalimin e kohës, ky zakon do t'ju ndihmojë të shihni sfidat dhe dështimet si mundësi për rritje, jo si pengesa. Përfundim, hapi i parë drejt ndryshimit. Të kalosh nga një mentalitet statik në një mentalitet të rritjes nuk është diçka që ndodh brenda natës, por është absolutisht e mundur. Çdo hap i vogël, qoftë një sfidë e re, një reflektim i shkruar apo një kritik e pranuar, ju afron më shumë me një jetë më të kënaqshme dhe më të përmbushur. Mentaliteti i rritjes nuk është vetëm për të arritur sukses, është për të jetuar me guxim, kurreshtje dhe optimizëm.